Task Forca e turizmit në Lezhë mblodhet të gjithë aktorët institucional të përfshirë në menaxhimin e sezonit veror me qëllim garantimin e një sezoni turistik të sigurt. Prefekti i Lezhës Taulan Malshi, si drejtues i kësaj task force, deklaroi se problemet e identifikuara një vit më parë duhet të marrin zgjidhje konkrete këtë sezon. Resurset natyrore historike që kanë si Lezhë, Kurbini dhe Mirdita, kërkon që të punohet gjithashtu edhe për një diversifikim të ofertës turistike në zonë, ku turistët dhe vizitorit që vjen pranë këtyre shërbim ofruesve të ketë një përvojë sa më të mirë, gjë e cila është një orientim strategjik kombëtar. Nëpërmjet këtyre resurseve në qarkun tonë turizmi është kthyer një motor ekonomik zhvillimi, që nxjerr rritjen e të ardhurave, ul nivelin e papunësisë, përmirëson balancën tregtare duke ofruar edhe duke eksportuar shërbime dhe në këtë mënyrë ofrohet një zhvillim rajonal i qëndrueshëm. Në fokus ishte dhe siguria në ujë. Për këtë përfaqësuesi i policisë kufitare, Fation Kopani, kërkoi nga pushteti vendor të përcaktojë sa më shpejt zonat ku lejohet aktiviteti i mjeteve lundruese dhe se mjetet e palicencuara nuk do të tolerohen. Do të ushtrohen kontrolle mbi aktivitetin e mjeteve lundruese sipas kriterjeve të përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore dhe do të merren masa në rast të konstatimit në shkelje, si dhe nuk do të lejohet aktiviteti i mjeteve lundruese argëtuese në hapësirën ujore të cilët nuk kanë zbatuar detyrimet e përcaktuar në aktet normative për sigurinë në plazhe apo në ujërat e brendshme në thellësi të territorit. Trafiku mbeti një sfidë për shkak të fluksit të lartë dhe infrastrukturës së papërshtatshme, por strukturat e policisë janë në gatishmëri me kapacitete të plota për menaxhimin e situatës. Garantimi i sigurisë publike, menaxhimi i nivelit të zhurmave që është një shqetësim për sigurinë e gjithë pushuesve dhe për këtë arsye Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë ka administruar 2 pajisje të certifikuara të miratuara për matjen e nivelit mbi kufit e zhurmës. Ka ngritur komisionet përkatëse për shqyrtimin e ankesave që do ketë nga subjektet dhe ju siguroj që prezenca e policisë qoftë në rrugë për të menaxhuar dhe për të drejtuar trafikun, qoftë e shërbimeve të hapura dhe po edhe policisë kriminale për parandaluar dhe të reaguar në kohën e ngjarjeve kriminale do jetë aty dhe sigurisht në kohët e darkës dhe në kohët kur është e kufizuar apo kufit e zhurmës shkojnë mbi nivelin e përcaktuar në ligj, do ketë grupe të caktuara kontrolli që do marrin masat në kohë. Në lidhje me menaxhimin e vijës bregdetare, drejtori i Agjencisë së Bregdetit në Lezhë, Bujar Shpendi, sqaroi se janë miratuar vetëm gjysma aplikimeve për stacionet plazhi private, sepse nuk plotësonin kushtet, por ka bërë të ditur se numri i tyre mund të reduktohet. 21 aplikime janë të miratuara për vazhduar procedurën për plotësim në dokumentave për lidhjen e kontratës. Pjesa tjetër janë refuzuar për mos plotësim kriterësh për arsye se dikush ka aplikuar dhe s'ka pas hotel ose ka pas larg etj. Pra nuk do ketë shpim? Nuk do ketë shpim të tjera. Aplikimet të miratuara nuk do ketë? Nuk do ketë. Do ngelen 51, të cilat do ta çojnë deri në fund procedurën, ndoshta edhe mund të ketë edhe më pak. Task Force do mbledhet 2 herë në muaj dhe është kërkuar raportimi i vazhdueshëm për ecurinë e sezonit dhe ndërhyrjet e nevojshme me qëllim adresimi në kohë të çdo problematike.